Një bebe e porsa lindur e seksit femër e mbështjell vetëm me një batanie është gjetur këtë të mërkur në mëngjes nga kalimtarët e rastit në Yzberisht, te rruga 3 Dëshmorët, në afërsi të një kazani mbeturinash. Dëshmitarët kanë njoftuar menjëherë uniformat blu të cilat bën transportimin me urgjencë të foshnjës pranë maternitetit Koço Gliozheni në Tiranë. Fëmia ka mbërritur pa shenja jete në maternitet dhe janë dashur rreth 30 minuta që ai të jap reagimet e para. Fëmia ka pasur kordon umbilikal të palidhur, çka sipas mjekëve tregon se foshnja ka ardhur në jetë pa asistencën e bluzave të bardha. Fëmia vijon të mbahet në reanimacion dhe është ende në rrezik për jetën. Rreth orës 11:01 nga personeli i urgjencës së Tiranës na është sjell një fëmijë pa shenja jete. Nuk dihet koha kur ka lindur, por duket që është një bebe rreth termit, i lindur pra në kohë, pa kusht asistenca me zhduket sepse kordoni ishte i pakapur, pa shenja jete, janë marrë masat e para reanimatore, është dashur një reanimacion shumë i zgjatur, që fëmia të jap shenjat e para të jetës, por aktualisht është në gjendje mjaft të rëndë. Në orët në vazhdim do të duket se sa kapacitet ka bebi për të përgjigjur për gjërat që ne po bëjmë, për trajtimin që po i japim. Aq më tepër, këtë gjë ne nuk mund ta përcaktojmë kaq shpejt, do të thonë se sa kohë do duhet të qëndrojë apo do të shpëtojë ose jo, sepse ne nuk dimë as kushtet në të cilat ka lindur. Mjekët e maternitetit shprehen të tronditur pasi një akt i tillë kishte 5 vite që nuk ndodhte. Nga ana tjetër, policia e Tiranës, së bashku me efektivet e komisariatit numër 6, po punojnë për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e personit që ka braktisur foshnjën.